Administrata presidenti Donald Trump dëshiron një epokë të re marrëdhënies me Serbinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Serbinë si partner të rëndësishëm për ruajtjen e sigurisë dhe paqes në këtë rajon, tha i ngarkuari me punë në ambasadën e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Beograd, Aleksandar Titolo, në hapjen e forumit mbi lidhshmërinë dhe investimet e organizuar nga iniciativa Pupin. Titolo theksoi se momenti për organizimin e forumit është i shkëlqyer duke pasur parasysh se po përgatitet nisja e një dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Serbia ka një pozicion unik gjeografik që i lejon asaj që të jetë urë lidhëse midis pjesëve të ndryshme të Europës dhe i jep një mundësi për të forcuar pozicionin e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe përmes bashkëpunimit me aleatët për të forcuar më tej marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, tha presidenti i iniciativës Pupin Vuk Velebit, duke hapur forumin mbi lidhshmërinë dhe investimet. Ai tha se forumi sotëm nuk është vetëm një ngjarje tjetër ku do të diskutohet e ardhmja marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë, por një mundësi për të përfituar nga ndryshimet gjeopolitike dhe një shans e një brezi për të hapur një epokë të re të marrëdhënieve në mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić ndodhet sot në Yerevan ku po merr pjesë në forumin ndërkombëtar Dialogu i Yerevanit 2026 gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Armenisë. Kreu i diplomacisë së Serbisë do të zhvillojë takime edhe me zyrtarë të shumtë. Forumi Dialogu i Yerevanit synon të nxjisë një dialog strategjik midis sfidave kryesore politike të sigurisë dhe ekonomike të botës moderne. Temat e forumit të këtij viti përfshin njësër çështje ndër të cilat janë qëllimet kryesore globale në kushtet e përçarjeve gjeopolitike, integrimi evropian dhe zgjerimi i bashkësimit evropian. Deklarata e Parlamentit Slovak e vitit 2007 për Kosovën mbetet ende në fuqi sipas përgjigjes me shkrim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovakisë për Kosova Online pas deklaratës së Marta Kos në lidhje me shenjat inkurajuese kur bëhet fjalë për anëtarët e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën. Slovakia mbështet dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe do të shqyrtojë rezultatin e tij në aspektin e përmbushjes së kërkesave të deklaratës së lartë përmendur. Slovakia dhe diplomacia e saj nuk i njohin deklaratat e njëanshme të pavarësisë në raste të tjera të tilla si Krimea, Abkhazia, Osetia e Jugut, Transnistria dhe tha nga Bratislava. Deklarata e Marta Kos për shenjat inkurajuese në lidhje me 5 shtetet anëtare të Bashkisë Evropiane që ende nuk e kanë njohur Kosovën ishte mjaft e paqartë dhe përmbajtur, thot Marko Todorović, studius në Qendër për Politika Europiane në Beograd. Ai thot se deri me tani nuk ka pasur asnjë sinjal se ndonjë nga 5 vendet synon të ndryshojë qëndrimin e tyre, i cili është shumë i vendosur për këtë çështje. Profesori universitar Mazlum Baraliu beson se deklarata komisioneres europiane për zgjerim Marta Kos nuk është e rastishme dhe se ekziston një gatishmëri midis vendeve të Bashkisë Evropiane që nuk e kanë njohur Kosovën për të ndryshuar qëndrimin e tyre, si dhe se Greqia po udhëheq për këtë çështje. Diplomati i karrierës Zoran Milivojević thot se çështja e zgjidhjes së problemit të Kosovës është lart në agjendën e Bashkimit Evropian dhe se po diskutohen intensivisht, por se nuk ka gjasa që Spanja, Greqia, Çipruja, Slovakia dhe Rumunia të ndryshojnë qëndrimin e tyre. Gazetari nga Brukseli Agustin Palokaj beson se është pothuajse sigurt që Kosova do të humbas qindra milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian për shkak të bllokimit politik, raporton Koha Ditore. Kosova humbi shumë vite për shkak të bllokimit politik vitin e kaluar dhe për shkak të masave ndëshkuese të Bashkisë Evropiane që zgjati gati 3 vjet. Dhe tani që fondet janë liruar, Kosovës i mungojnë struktura dhe institucione të qëndrueshme, tha korrespondenti i Kohës nga Brukseli. Palokaj theksoi se më shumë se 10 milion euro, të cilët do të nevojiten për të mbajtur zgjedhjet e parakohshme me 7 qershor,
nuk janë as 1% të parave që Kosova rrezikon të humbas nga fondet e Bashkimit Evropian. Moti do të jetë pjesërisht i vranë dhe shumë i ngrohtë për kohët e vitit të mërkurën, pritet rreshje lokale me bubullima në disa vende në veri dhe perëndim të Serbisë do të fryerë lehtë e dobët deri mesatare nga jugu dhe jugperëndimi. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 5 deri në 15, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 30 gradë Celsius.